Jemi të lumtur të ndajmë me ju një lajm të jashtëzakonshëm. Arkiva e negativëve, objekteve dhe dokumenteve të themeluesve të parës studio fotografike shqiptare, Pietro dhe Kelmarubi, do të jenë zyrtarisht pjesë e regjistrit ndërkombëtar të kujtesës së botës në UNESCO. Ky është një lajm i madh për trashëgiminë kulturore shqiptare dhe kontributin unik që dinastia Marubi ka dhënë për historinë botërore të fotografisë. Ky është një moment historik edhe për artin shqiptar. E gjithashtu është një hap i madh për kontributin që Shkodra ka dhënë në kulturën e Shqipërisë. Ajo tashmë do të ketë zhurmën e saj edhe në kulturën e botës. Një falënderim i madh shkon për të gjithë kontribuesit, të cilët bën të mundur këtë arritje historike për trashëgiminë kulturore shqiptare. Atyre i jemi mirënjohës.